Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Gostivarit Visel Ademi ka prezantuar një pjesë të programit të tij zgjedhor me theks të veçantë në zhvillimin ekonomik të rinj dhe mbështetjen për sipërmarrësinë. Në një konferencë për shtyp, Ademi njoftoi për projektin ambicios të ndërtimit të qendrës më të madhe të startupeve në Ballkan. Kjo qendër do të shërbejë gjithashtu si akselerator për trajnimin dhe zhvillimin profesional të rinjve, ndërsa është planifikuar të ndërtohet në hapësirat e ish kazermës ushtarake në qytet. Krijimi i asaj që them unë të një koncepti të ndërmarrësisë që ka të bëjë me hubin më të madh të startupeve në Ballkan, që quhet Gostivari Startup Hub, që nënkupton që në kazermën ushtarake të Banjicës do krijohet një hapësirë e cila do t'i jepet çdo triu pa pagesë, hapësira fizike, do t'i paguhet interneti, do t'i paguhet rryma, që njëri i cili ka një ide biznesit mund ta implementoj idenë e tyre të biznesit në këtë Startup Hub. E dyta, do jetë akseleratori, i cili nuk do ta lejmë vetëm ta hapën biznesin, po thjesht do e krijojmë një platformë trajnimesh, mentorimesh dhe këshillimesh që ky ri, përveç idesë të biznesit të cilat mund ta kenë, të merr trajnime në fusha të cilat i duhen për të patur sukses. Ademi bëri të ditur se planifikon krijimin e departamentit të posaçëm për tërheqjen e granteve të huaja, që të mundsoj financimin e sektorit privat dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Duhet krijojmë një departament special për tërheqjen e granteve nga bota perëndimore zhvilluar, nga bota industriale, drejt asaj që është e pazhvilluar dhe ka shumë para, vetëm Gjermania ka diku të 5 miliard euro, të cilat i japin për zhvillim komunal, edhe ato duhet të shkruan, të bëhen projekte, të administrohet projekti që të mundet Gostivari të shfrytëzojë edhe paratë lira të shteteve të industrializuara. Domethënë, e dyta do jetë përkraja që jepet sektorit privat lokal dhe unë do krijoj një lloj platforme që sektori privat të ketë subvencione, posaçërisht ato që quhen ndërmarrje të vogla, subvencione fiskale, por edhe trajnime, edhe pjesëmarrje në përpanajire, sepse duhet kemi një stand që quhet Madhi in Gostivar dhe duhet në mënyrë të organizuar të marrin pjesë në këto lloj panajire që të shesin produktet e Gostivarit jashtë Gostivarit. Dhe e treta ka të bëjë me pjesën e asaj që quhen kompanitë mëdhaja ose që quhen parqe industriale, me qëllim që kompania e Gostivarit, administrata e Gostivarit të mund të tërheq edhe kompanitë mëdhaja industriale të cilat kanë mbi 50 punonjës. Ademi prezantoi edhe një paketë për diasporën, përmes të cilës synohet të nxiten investimet të mëgatës në vendlindje. Të krijojmë një paketë që kemi quajtur Endowment Fund ose Investon Gostivar për të gjitha shërbimet komunale, të cilat ne nuk kemi kapacitet apo njohuri apo edhe pagesë, të mund t'i bën diaspora duke i dhënë me koncesion një lloj brendi, një lloj pasurie për përdorim 10 vjeçar, edhe këto investime që do i bëjnë ato në investimet infrastrukturore, atëherë ato t'i shohin edhe beneficiojnë e vet apo edhe investimin e vet. Gjatë prezantimit pasti qëndronin karike të zbrasta me mbishkrime simbolike si shpresë e humbur, varfëri, ndihmë, fenomene që sipas Ademit kanë nxitur migrimin e vazhdueshëm nga Gostivari ndër vite. Ai tha se me voton për të më 19 tetor, këto dukuri do të marrin fund, duke ftuar qytetarët që ta përkrajnë atë me numrin 91 në flet votim.